Ina ka bërë puna Sigurisht që ka bërë. Gjëra kryesore e pastra. Ragazzi. Gjëra kryesore e këtyre Stenaldo, këtyre penëve. Pjesa e al dente. Një informacion nga vëllai. Shkon të degustosh pastën tonë? Po, veç një sekondë. Një informacion nga vëllai. Çdo grup që vjen duhet me lënë pajisjet e veta gjitha pastër edhe ato gati. Tashi, Po, pastër e kemi. ta Degustojmë. kuptoni se ajo që fillimisht e Okej. pjekja al dente, tash do ta marrësh me këto, me këtë pak nga gjitha. Që ta Që kuptoni. të ndihesh komplet shihen e pastave. Bravo. Vjen njëri mirë. A ja diti ku shkoj, do vizuaj, nuk e po. Këto është po shijon. Shiko, do ta ngulësh edhe këtë. A morën në spac? Pirunin tim. Edhe kam ta bëj edhe ngjyrën e italisë, pak a shumë. Ku do kapi? Tani po ndodhi, do maksimumi se. Dishë ku do kapi, kisha kapur vetëm. Unë do mundohem që të jetë Sipas meje. Amerikan që keni? Dale se ka fjalën. Një sekondë se jemi tek pasta jon. Akoma? Një sekondë se po e degustojmë. Është gatuar perfekt. Po. E ndjej pastën, e ndjej mishin, e ndjej edhe ullirin. Po ashtu nuk ka shumë vaj, është shumë e balancuar. Erzat janë përdorur në mënyrë perfekte edhe pas ka shihet fantastike. Edhe janë realisht al dente. Domethënë Po, janë al dente. Faleminderit. Alexio, nuk na është njëve përsëri. Faleminderit. Një manetshëm. Faleminderit. Tani da se. Ki kujdes se komedis për çerret. Ina të lutem. Alexio, bravo. Alice po thonë që e ke për vetëm ti. Kapi gjithë. Faleminderit. Ti italiane, ti ditë më. Çdo grup që gatuan duhet ta lëj kuzhinën. Sa shkome nis një debat kjo. Ja. Juela? Alessio, per mua. Debati nëse ajo e. Është super e dur edhe pasta është al dente. Forse un po troppo al dente. È un po' così. Kjo është al dente tamam italiane, jo al dente shqiptare. Se shqiptari e zjen edhe thotë është al dente. Jo super e shishme, më pëlqen shumë se Ta kompos një gjyrë italisë, se si kisha mundësi si trikolore. Më pëlqen shumë. Shija e salamit me pastën e me ullinin shumë më mirë. Nuk është e Kuço di limone, me limon, edhe kam hesë. Edhe salsa pikante është e përgatitur. Edhe këto i hakruda kështu. Nuk ndihet shumë, ndoshta. Ajo e limoni ndoshta nuk ndihet shumë. Ndihet e ka lëshuar shijen. Person jam ka provu prapë. Tani edhe unë kam momentin tim si nga Venezia që jam po problemi është që kaloj shumë kohë që kur e hëngra kam harruar shijen. Atëre, një Mund ta sekondë. ngulim edhe një herë. Ne të ngulim pirunin e Stenaldo. Tjetër se harruam me shijen që Grazie signorina. Shihni zonja të zotërisë. Atëre, Robert, na prezanto. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë kam një ortak, po ortaku është shumë i plagosur në kohët e fundit, se ka hyp moje taravelze e harzu pa dashje, e i kanë hip trut. Pse salami është një grotë se pasta. Ola, kumi. Ola makarona, Ola nga grupi Atlas, të lutem. O vlla, do më e marr serios tani? Prisa e me radhë Jo, prezantimin. kam unë prezantimin. Po kena sponsor apo budalla? Të lutem, një moment. Përse makarona është me ftohtë se salami. Alessio, mund ta shpjegosh? Jo prisa është serioze tani. Kja ka budalla. Ti po s'ke lojt mençmo. Prit më budalla se jam të fol. Logjikisht, po. Kena sponsor në budalla. Budalla. Po të sport, si pëlqen vetë. Po një apo. Ngeli sponsor. Vezmër se prishe kamin, Stenaldo kujdes. Kena makaronat, kena sponsorin, oj njërën. Që të mund të gjallë. Këtu vje kabana. Prezantoje pastën. Atëherë, makarona Ola. Kam një ortak që ka hyp moje taravel se ka ra, se si ka të rrut në regull, kështu që unë jam këtu që po e prezentoj vetëm. Atëherë, makaronat Ola kanë 150 vite tradit nga qyteti i njohur i Venecës i dashurisë. Me që është një ditë në Venecë, ne prapë adhurojmë Venecën se aty do të shkojmë. Atëherë, këto kanë një prerje nga bronzi, që do me thënë që në fakt e manë salcen aty ku është dhe jo që rëshket. Pra, njëkohësisht ngjyra e makaronave, të lutem Maja, do me një gjumë. Njëkohësisht ngjyra e o debile. A do me në lan? A do me në lan? Ne më flasim. Hajde më të fol. Jo për kujtës. Jo, se prezentoj ma. Jo, vlla, këto s'kam respekt për sponsor.